Të nderuar besimtar, jemi në muajin Muharram, një nga muajt e shenjtë në fen e Allahut Azza wa Jall. Muaji i shenjtë është Muharremi, në cilin ndodhemi, është njëkohësisht edhe fillimi i vitit të ri hijri, kalendarit hënor ose kalendarit islamik të nderuar besimtar. Kjo hyrje në këtë muaj të shenjtë njëkohësisht edhe fillimi i vitit të ri hijri duhet të ketë një reflektim të brendshëm, duhet të ketë një qasje autokritike ndaj veprave të gjithë secilit për nesh, duke kujtuar edhe hijretin e profetit alayhi salam dhe çfarë kemi bërë ne. Dhe si po jetojmë ne fen e Allahut Azza wa Jall. Çfarë po bëjmë ne për të lartësuar emrin e Zotit gjithësisë? A jemi lidhur ne me dashurinë për krijuesin apo zemrat tona janë lidhur fort me dashurinë për këtë botë përkohshme, me dashurinë për materialen dhe është larguar nga dashuria për shpirtëroren, për atë që nxit feja e Allahut Azza wa Jall. Njëkohësisht muajt, vitet kur mbarojnë, duhet t'i kujtoj gjithë secilit për nesh që ne jemi të përkohshëm. Ashtu siç nis dita, siç nis muaji, vjen përfundimi i muajit, vjen përfundimi i vitit. Njëkohësisht çdo minutë që largohet, që kalon, që shpenzohet nga jeta jonë, padyshim ne vetëm se jemi afruar përballjes me të vërtetën, përballjen me vdekjen e gjithë secilit për nesh. Dhe njeriu duhet t'i kujtoj vetes që çdo punë të mirë që bën, qoftë sa grimca atomit, ai do ta gjejë para Zotit gjithësisë, dhe çdo punë të keqe, qoftë ajo edhe sa grimca atomit, do ta gjejë përballë Allahut Azza wa Jall. E thënë ndryshe, duke folur sot për hijretin e profetit alayhi salam bashkë me sahabët e tij nderuar radhiyallahu anhum ejmain, na kujton njëkohësisht që jeta jonë është një hijret. Ne kemi ardhur në këtë botë të përkohshme dhe pas një periudhe kohore të caktuar nga Zoti i gjithësisë, ne do të emigrojmë nga kjo botë e përkohshme drejt botës së përhershme, drejt jetës së vërtet, për të cilën ne kemi nevojë që ta mbushim zemrën tonë për dashuri dhe për bindje për botën e përtejme, sepse padyshim ky është thelbi që na ndan ne nga i brezi i art që edukoi profeti alayhi salam, që janë sahabët e nderuar. Pra, ata ishin shumë të bindur për ahiretin dhe hoqën dorë nga dashuria për këtë botë përkohshme, dhe për këtë arsye Zoti i botëve i nderoi, i lartësoi dhe do t'i bëj shembull si brezin më i mirë deri ditën që do të ekzistojë kjo botë e përkohshme. Allahu Azza wa Jall në këtë mënyrë i drejtoi profetit alayhi salam bashkë me shokët e tij, që ishte një numër i pakët në periudhën 13 vjeçare të Mekës, një periudhë shumë e vështirë, shumë e sikletshme, dhe Allahu kur i jep urdhrin profetit alayhi salam që të emigrojë, pikërisht i thot në këtë formë: "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran was'a." Dhe ai që emigron vetëm për hir të Zotit të tij, vetëm për hir të dashurisë dhe të besimit që ka për Zotin e tij, ai do të gjejë vendbanime të shumta dhe begati të shumta në tokë, i thot Allahu Azza wa Jall. Dhe atë njeri që ka bërë niyetin për të emigruar nga Mekka në Medinë dhe gjatë rrugës ku ka dalë nga shtëpia e tij, i vjen vdekja, shpërblimi i tij do të jetë tek Zoti i botëve, në të vërtetë që Zoti është falës i madh, është edhe i mëshirshëm, i lutej, i thoshte Allahu Azza wa Jall dhe i nxiste besimtarët që të emigronin, të largoheshin nga periudha e errët e zymt e Mekës, nga periudha e torturave, e vuajtjeve, drejt adhurimit të Allahut Azza wa Jall dhe drejt madhërimit të emrit të Allahut Azza wa Jall. Fjala hijret do të thotë emigrim, do të thotë shpërngulje, do të thotë braktisje nga një vend të largohesh nga një vend tjetër. Padyshim që ikja e sahabëve bashkë me profetin alayhi salam nuk ishte një ikje nga frika për jetën e tyre, por një sakrificë shumë e madhe e realizuar vetëm për hir të Allahut
dhe vetëm për të shërbyer besimit të tyre që ishte gjëja më e shtrenjtë. Ata lanë pas pjesëtar të familjes, lanë shtëpi e katandi, lanë kopshte, lanë mall, pasuri, tregti dhe çdo gjë, dhe preferuan dashurinë për Zotin e tyre, duke hequr dorë nga komoditeti i jetës së kësaj bote të përkohshme. Dhe si thamë më lart, pikërisht kjo është ajo që na ndan ne sot. Pikërisht një muslimani i duhet ky karakter që kishte profeti alayhis salam bashkë me shokët e tij, që ata çdo lloj tundimi të kësaj bote të përkohshme ata hoqën dorë dhe ishin lidhur fort zemrat e tyre me dashurinë për Allahun e Madh, për Allahun e Madhëruar, dhe ata hoqën dorë nga çdo zbukurim i jetës dhe emigruan pa asgjë, vetëm për hir të Allahut dhe vetëm për dashurinë për t'u bindur profetit alayhis salam. Pikërisht emigrimi na kujton edhe hadithin më të famshëm që është thënë pikërisht në këtë periudhë që do të bëhej emigrimi i profetit alayhis salam me mbar besimtarët që ndodheshin në Mekë në atë periudhë shumë të vështirë. Hadithi i famshëm që është hadithi i parë në të gjithë librat e haditheve të nderuar besimtarë. Innamal a'malu binniyat. Punët janë sipas qëllimit, sipas niyeteve, thot profeti alayhis salam. Në fakt, kjo është esenca e çdo pune, e çdo vepre të mirë dhe çdo adhurimi që bën një njeri që i thot vetes besimtar që adhuron Zotin e gjithësisë. Njeriu duhet ta pyes veten, unë këtë gjë pse e bëj? Këtë adhurim, këtë shkuarje në xhami, këtë namaz që fal, këtë sadaka, këtë lëmosje, çdo punë që bën, padyshim ju do të pyes veten. Dhe kjo është thelbi, esenca që çdo gjë ta bësh vetëm për hir të Allahut të madhëruar, thot profeti alayhis salam. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Dhe njeriu do të marrë nga ajo punë vetëm atë që ka pasur për synim në zemrën e tij, pa ajo ndjenjë e fshehtë që ka njeriu në zemrën e tij, pikërisht ajo do t'i bëj edhe dobi tek Zoti i botëve. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dhe ai që emigron për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, ai shpërblimin e këtij emigrimi do ta marrë po për hir të Allahut dhe për hir të dërguarit të tij. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yunkihuha yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Dhe ai që ka për synim me këtë emigrim të vështirë në ato kohë, që ka synim bukuritë e kësaj bote, ose ka synim që të emigrojë një distancë kaq të lagër që është rreth 500 kilometra, që duhet bërë në ato mjetet e kohës sa të hershme, dhe ai njeri që ka për qëllim dynjan ose për të martuar me ndonjë grua, ai do të marrë nga gjithë kjo sakrificë atë që ka pasur për synim, dhe ky është thelbi që ne i mësojmë nga mësimet e bukura të hijretit që na ka lënë pasi trashëgimi profeti sallallahu alaihi wasallam. Pa hyrë në thelbin e hijretit, duhet i kujtojmë vetes vuajtjet që kaloi profeti alayhis salam bashkë me sahabët, me muslimanët e parë në periudhën e Mekës. Profeti alayhis salam u akuzua duke i thënë gënjeshtar, duke i thënë magjistar, duke i thënë njeri i madh, duke i thënë poet, duke i bërë presion nga më të ndryshme, duke i bërë kërcënime nga më të ndryshme, dhunë fizike nga të gjitha anët, përjashtim nga shoqëria, përjashtim nga komuniteti. U munduan paria e Mekasve, të pasurit e Mekasve, u munduan ta korruptonin me pasuri profetin alayhis salam bashkë me ndjekësit e profetit alayhis salam, u munduan ta korruptonin me pasuri, me pushtet, me martesë me vajzën më fisnike dhe më të bukur. Përsëri ai i tha një ditë, sikur të më jepni në një anë diellin dhe në një anë hënën, unë përsëri nuk e pranoj ofertën tuaj. Këto në fakt duken si gjëra shumë të natyrshme dhe shumë të lehta, por në fakt këto janë cilësi që formojnë karakterin e një muslimani. Që ai përballë dashurisë Zotit, përballë fesë të Allahut azza wa jall nuk bën asnjë kompromis. Nuk pranon asnjë kërcënim, asnjë presion që mund t'i bëhet kur vjen puna për të shkelur ligjin e Allahut,
fen e Allahut Azza wa Jall dhe dashuria për krijuesin i jep një lumturi të përhershme njeriu në çdo situatë që ai përballet, nderuar besimtar. Dhe pasaj i vjen bojkoti 3 vjeçar profetit alayhis salam bashkë me muslimanët e parë, ku 3 vjet në kodrën e Ebu Talibit, në një pronë që kishte Ebu Talibit, për 3 vjet muslimanët me radhë jetuan në një bojkot total ku nuk kishin me çfarë të ushqeshin. Kur themi nuk kishin me çfarë të ushqeshin, jo nuk kishin gjella luksi apo ushqim luksi, por në një ekstrem që nuk e ka parë ndonjëherë njerëzia. Dhe pse e bën gjithë të sakrificë, që njerëzit të kishin një shembull, të kishin një virtyt të lartë, një moral të lartë të sakrificës të këtyre njerëzve që bën për hir të Zotit të tyre dhe dashurisë për krijuesin e tyre. 3 vjet në izolim total, vuajtje pas vuajtje, ku njerëzit po vdisnin nga uria dhe shkoi situata deri atje që njerëzit, fëmijët i zjenin gjethe të thata dhe këto ja jepnin për ushqim të nderuar besimtar. Pas gjithë këtyre gjërave, profeti alayhis salam nuk hoqi dorë dhe pikërisht në këtë izolim i ndroi jetë bashortja e tij Hatixha radhiyallahu anha dhe Ebu Talibit. Dhe u quajt edhe si viti i hidhërimit të pikëllimit profetit alayhis salam. Ai përsëri nuk hoqi dorë dhe shkoi në Taif me shpresën se atje do të gjente ngushëllim, do të gjente një zgjidhje, do të gjente njerëz që do ta mbështesin dhe atje përfundimi ishte më i dhimbshëm. Ata njerëz e goditën me gur derisa e gjakosën fytyrën e bekuar të profetit alayhis salam dhe përsëri ai duroi, ishte i mëshirshëm dhe tha: "O Zot, fali këta njerëz sepse nuk din çfarë bën." Dhe ai u lut: "O Zot, nëse ti nuk je i dhëruar me mua, nuk më shqetëson asnjë mundim që ata më bëjnë mua", tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai e përkufizoi edhe në këtë formë hijretin, emigrimin që ai bëri, sakrificën që bëri, që hoqi dorë nga çdo bukuri e kësaj bote për të shkuar në Medinën e ndriçuar. El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani është ai njeri që njerëzit kanë shpëtuar, janë të mbrojtur nga gjuha e atij muslimani dhe nga dora e atij muslimani. Ky është muslimani i vërtet, tha profeti alayhis salam, që nga gjuha dhe nga dora e atij nuk i vjen asnjë shqetësim muslimanëve, tha profeti alayhis salam. Wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Dorsa emigruesi i vërtet, muhaxhiri i vërtet është ai njeri që heq dorë nga ato gjëra që Zoti ja ka ndaluar, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nderuar besimtar. Kur njeriu kujton këtë histori që nuk është përsëritur më, një histori e tillë dhe një ngjarje e tillë që mund ta quajmë nga ngjarjet më të bukura në gjithë periudhën e mbar njerëzimit. Profeti alayhis salam u largua i fundit nga Mekka bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, ndërsa muslimanët e tjerë i pristin Medinë, një zell të madh për ardhmen e profetit të fundit, dhe të gjithë njerëzit ishin nga dëshmëri për të ardhur profeti alayhis salam. Profeti alayhis salam, edhe pse ishte i dërguar i fundit, na mëson ne në hijret, në këtë emigrim, mësime të shumta, ku ai na mëson që njeriu sado pozitë ketë, sado i lartë të jetë, sado fisnik, sado i ditur të jetë, njeriu ka nevojë për një shok të mirë në jetën e tij. Dhe pikërisht ai në të rrugtim kaq të bukur dhe kaq të rëndësishëm për muslimanët, ai zgjodhi shokun e tij më të mirë, Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, dhe i bëri të gjitha shkaqet, edhe pse ai ishte profet, mund t'i lutej Zotit mjaft mirë, me një lutje dhe i pranoi lutja dhe ai mund shkonte shumë më rehat në Medinën e ndriçuar, por ai u tregua strateg i madh në këtë emigrim, sepse i gjithë paria e Mekasve, i gjithë ai populli ishte ngritur dhe ishin paguar njerëzit me shumat më marramendse që të vrisnin profetin alayhis salam, dhe ai nga ana e shkaqeve na la neve edhe një mësim që në këtë botë Zoti i ka krijuar gjërat që njeriu të ndjek shkaqet, sebepet dhe në fund t'i lutet madhështisë së Allahut azza wa jall për sukses. Dhe ai u tregua strateg dhe ndoqi rrugën më të largët, rrugën që nuk ndiqte asnjëri për të shkuar në Medinë, për të shpëtuar sulmeve të njëpasnjëshme, grupeve që ishin bërgati për të asgjësuar profetin alayhis salam. Dhe Allahu e përshkrua në këtë formë kur shkoi në shpellën Gar, idhuma fil ghari, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana.
Dhe kur ata të dy ishin në shpellën ngara, thot Allahu Azza wa Jall, ai I thot shokut e tij Ebu Bekrit, sepse Ebu Bekri ishte I shqetësuar për jetën e profetit alayhis salam, dhe profeti I thot la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, mos u frikso. Mos u hidhëro, sepse në të vërtetë që Zoti është me ne. Zoti është me besimtarët e sinqert përballë çdo lloj situate. Zoti është për herë me njeriu që ai në zemrën e tij ka dashuri për Allahun Azza wa Jall. Zoti nuk e humbet në asnjë situatë. Sado të vështira qofshin të gjithë situatat, kur njeriu nuk ka harruar Zotin e tij, Allahu nuk e humb asnjëherë dhe nuk ka pse të shqetësohet përderisa ka Zotin e tij të madhëruar që krijon çdo gjë, që ndryshon çdo lloj situate, ai që ka në dorë çdo gjë, ai që është I gjithëpushtetshëm, ai që ka në dorë thesaret e çdo gjëje, që është El-Ghani, që është I pasuri I vërtet. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi. Dhe Zoti në këtë situatë që ishin në një shpellë dhe kalorësit ishin një shpellë për të azgjësuar profetin alayhis salam, fa anzalallahu sakinatahu alayhi. Zoti I zbriti qetësinë shpirtërore. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dhe ai zbriti ushtri që ju nuk I shikoni dot për ta ndihmuar profetin alayhis salam. Pra ai bëri të gjitha sebepet njerëzore dhe kur ishte puna për ndihmë hyjnore, Allahu e zbriti ndihmën hyjnore dhe kalorësit duke qenë në hyrjen e shpellës, Zoti I bëri që të largoheshin nga hyrja e shpellës dhe mos të vrisnin profetin alayhis salam. Dhe Zoti e bëri të ulët dhe të poshtëruar fjalën e jo besimtarëve dhe Zoti e lartësoi fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe fjala e Allahut do të jetë më e larta, më e lartësuar të nderuar besimtar. Pikërisht ky udhtim na tregon të gjithë situatën që ishte në Mekë dhe të gjithë sakrificën që bën besimtarët, muhaxhirët që shkuan drejt Medinës. Dhe në ditën që shkoi profeti alayhis salam në Medinë, Medinja u quajt El-Munawwara. U ndriçua dhe që nga ditë ajo është qyteti I ndriçuar I profetit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë njerëzit, gra, fëmijë, burra, pleq e pritën me ngazëllim ardhin e profetit alayhis salam, prandaj ai tha dashuria për ensarët është dashuria, është prej shenjë e besimit dhe urrëtia e ensarëve është shenjë e hipokritit, tha profeti alayhis salam, dhe profeti gjithmonë I deshi ensarët dhe ai bëri vëllazërimin e madh mes muhaxhirëve dhe ensarëve dhe prandaj thash në këtë histori ka mësime të pafundme, është e vetmja histori që nuk është përsëritur më. Që muhaxhirët shkuan në Medinë dhe ensarët çdo gjë që kishin e ndanë në gjysmë me besimtarët e tyre muhaxhirë që kishin ardhur nga Meka, dhe një situatë e tillë vëllazërimi nuk është përsëritur më dhe pikërisht sot bota islame ka nevojë për diçka të tillë të nderuar besimtarë. Dhe ai si fillim kur shkoi në Medinë ndërtoi xhamin Kuba e themeloi nxënësit e dijes ashabu suffe që profeti alayhis salam I kishte nxënës që I mësonte me dituri dhe ata e shpërndan fenë e Allahut Azza wa Jall. Pa gjëja para ai themeloi xhamin dhe mund ta quajmë vend adhurimi, mund ta quajmë universitetin e asaj kohe, sepse me dije arrihet çdo gjë dhe me besim tek Allahu Azza wa Jall dhe me dituri njeriu përparon ecën përpara, sepse ky është ligj I Allahut Azza wa Jall të nderuar besimtar. Dhe në këtë formë u themelua bashkësia islame. Dhe po të shohim tre problemet më të mëdha që sot kemi ne si musliman. E para është ignoranca, e dyta është varfëria dhe e treta është përçarja mes muslimanëve të nderuar besimtar. Dhe në këtë formë u krijua shteti I parë islam, ku u legjërua ligji e Allahut Azza wa Jall dhe e gjitha ajo krahin u lartësua me emrin e Allahut Azza wa Jall, sukses pas suksesit derisa profeti alayhis salam u rikthye përsëri në Mekë si fitimtar duke shkruar Mekën dhe ai I fali ata njerëz që çfarë nuk I kishin bërë. Dhe ai ishte falës, profeti alayhis salam ishte I mëshirshëm dhe në këtë formë u lartësua emri I Allahut Azza wa Jall dhe u bë I vogël errësira e vujtarisë dhe u lartësua emri I Allahut fuqiplot dhe deri atë ditë kjo sakrificë vazhdon të ngjohet
në çdo cep të botës ku lind dielli dhe perëndon dielli, nderuar besimtar. Kjo sakrificë e tyre vazhdon edhe sot që njerëzit pranojnë Islamin në çdo cep të botës, dhe kjo është mirësia e Allahut Azza wa Jall. Në këto histori të hijretit dhe në këtë muaj të shenjtë, i cili ndodhemi, që nis edhe viti i ri hijri, na kujton vuajtjet që kanë bërë profeti alayhis salam bashkë me sahabët, sakrificën që ata bën, dhe ne do të marrim disa mesazhe në këtë periudhë, me këtë histori, me këtë ngjarje kaq të rëndësishme që u bë si shenjë që çdo ngjarje që ndodhi më pas të niste me kalendarin hijri pikërisht nga kjo ngjarje që bëri profeti alayhis salam, ngjarja e hijretit, dhe që nga ajo ditë u formua kalendari dhe çdo ngjarje formoi në bazë të kësaj ngjarje të madhe të nderuar besimtar. Njeriu duhet t'i kujtojë vetes që jeta është një mirësi e madhe dhe njeriu duhet ta shtojë veprën e tij të mirë. Ta falenderoj Allahun për besimin, për Islamin. Dhe njeriu sado që i kalon jeta, ai afrohet vdekjes dhe ai duhet ta forcojë lidhjen e tij, besimin e tij me Zotin e botëve. Ndrysho çdo cilësi që ti nuk e pëlqen, përmirësoje veten, sepse njeriu që është besimtar i sinqert e kritikon veten e tij dhe me do e mos ka gjëra që nuk i pëlqen tek vetja e tij. Dhe çdo besimtar duhet të ketë cilësi që i urren dhe që ju sulmon her pas here tek vetja e tij të nderuar besimtar. Shfrytëzo dhe menaxhoje shumë mirë kohën, sepse është begati që ta ka dhënë Zoti i gjithësisë. Je i balancuar, i kuilibruar në jetën tënde në raport me Zotin, në raport me prindrit, me bashkëshortën, me edukimin e fëmijëve, në raport me xhamin, me besimtarët, në raport me fshinjet, në raport me mbar shoqërinë të cilën ti jeton, duhet të jesh e kuilibruar në të drejtat që ke përballë Allahut dhe përballë çdo krijese tjetër. Të kujdesësh për ta shtruar diturinë. Njeriu duhet të jetë i përhershëm dhe i vazhdueshëm duke lexuar sa më shumë nderuar besimtar. Të kujdesesh që të kesh një wird ditor që ta përmendësh Allahun Azza wa Jall. Ta lexosh vazhdimisht librin e Allahut Azza wa Jall, që është fjala më e vërtetë dhe fjala e fundit hyjnore që Allahu ka zgjedhur për mbar njerëzimin. Prandaj ne t'i kujtojmë vetes, ne vallë, çfarë kemi bërë për fenë e Allahut Azza wa Jall? Çfarë bëjmë ne sakrificë për fenë e Allahut Azza wa Jall? A kemi bërë ne hijret duke hequr dorën nga mëkatet, nga dashuria për këtë botë, të shkojmë drejt pendesës së Allahut Azza wa Jall, dhe drejt dashurisë për Allahun Azza wa Jall? A kemi lënë smirën, përgojimin, xhelozinë mes njëri tjetrit? A kemi lënë thashetemet? A kemi lënë punët e liga? Dhe a kemi pastruar zemrën tonë nga çdo ndjenjë e ulët? Dhe ne a kemi rregulluar raportin me Allahun, raportin me prindrit, me bashkëshorten, me fshinjet, me farefisin? A i kemi rregulluar? Pikërisht e gjithë kjo ngjarje njeriu do ta bëjë që të meditojë më shumti, ta bëjë që të reflektojë, që të ndryshojë në jetën e tij, dhe gjithë kjo ngjarje duhet të shërbejë padyshim që njeriu të reflektojë. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë gjithëve që të reflektojmë, që ta shfrytëzojmë besimin që na ka falë Allahu Azza wa Jall, dhe mos ta kuptojmë që besimi është gjëja më e shtrenjtë vetëm atëherë kur përballemi me vdekjen, por punojmë fort për besimin ton, për rregullimin e raporteve me Zotin e gjithësisë, me prindrit dhe me çdo njeri që na rrethon. Ne duhet të jemi të përgjegjshëm dhe kemi edhe një përgjegjësi madhore që fenë e Allahut Azza wa Jall t'ia komunikojmë tjerëve, më së pari me moralin ton, me sjelljet tona nderuar besimtarë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë, që të na mëshirojë dhe na vendos gjithë së bashku në xhenetin e tij Firdaus. Amin. Ala inna